Roli i gruas në islam. Gruaja është elementi, është struktura më e fortë brenda familjes. Ajo është faktori kryesor që ndikon në familje. Ajo ka një rëndësi të madhe në kalimin e trashëgimisë kulturore dhe në rritjen dhe përgatitjen e brezave të tanishëm dhe atyre të ardhshëm. Për të kuptuar më mirë rolin e femrës në islam, duhet të kthehemi në kohën paraardhjes së islamit, se si ajo shoqëri e trajtoi femrën në mënyrë mizore. E këtë shumë mirë e dëshmon Kur'ani famlar kur thot në kapitullin e Nahl: "Wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bih e yumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab." Çka po thot Zoti subhanahu wa taala? Po thot për atë shoqëri e trajtonte femrën në mënyrë mizore kur ndonjëri prej tyre u përgëzonte me vajzë, fytyra e tij mrolej, ashpërsohej, ikte nga njerëzit dhe fshihej nga ata, në mënyrë që mos ta shohin ata. Për çfarë arsye? Për arsye se është përgëzuar me vajzë. Mendonte, a ta lej ato të jetoj, apo ta fus për së gjallin në dhë? Thot Zoti fuqiplot, sa keq gjykojnë. Shembujt e shkëlqyer në historinë islame tregojnë rolin e gruas në këtë fe madhështore. Sikurse shembulli i nënës tonë Aisha radiallahu anha, që ishte burim i njohurive, burim i fetuave në atë kohë, ku këtë detyrë e ushtroi plot 47 vite pas vdekjes së pejgamberit alayhi salatu wassalam. Po ashtu kemi edhe Seleme, e cila kishte një rol kyç dhe një rol shumë të rëndësishëm në momentet më kritike të muslimanëve. E ajo është në marrëveshjen e Hudejbijës, kur pejgamberi jon alayhi salatu wassalam i urdhëroi sahabët që të fernin kurbanet. Ata nuk pranuan një gjë të tillë për arsye se kriteret ishin shumë të forta nga ana e Kurejshve për muslimanët. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e këshilloi Selemen se çfarë të veproj. Ajo i thot: "Ja Rasulallah, dilti para sahabeve i pari, there kurbanin dhe fillo me veprimet e tjera, të gjithë sahabët do të veprojnë ashtu." Edhe ashtu se si këshilloi Seleme, ashtu edhe ndodhi. Të gjithë sahabët kur e pan pejgamberin alayhi salatu wassalam që e theri kurbanin, edhe ata filluan me therjen e kurbanit. Të nderuar, mesazhi i kësaj feje u bart apo u besua, thënë me mirë, të një grua. E ajo është Esma bia e Ebu Bekrit, ku jo vetëm jetën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, jo vetëm jetën e Ebu Bekrit radiallahu anhu, por edhe mesazhin, po edhe këtë fe e ruajti, duke i ruajtur sekretet e emigrimit të këtyre dy njerëzve të mdhenjë. Edhe një çështje për në fund është se Kur'ani famlart u ruajt të një grua, e ajo është Hafsa e bia e Omerit. Kështu që roli i gruas në islam është shumë i madh. Është një rol të cilin e ka ëndër çdo femër në këtë botë. Lusim që roli i femrës të jetë në vendin e duhur dhe ta përçojmë mesazhin ashtu se si duhet dhe ashtu se si kërkohet nga ajo.